Fletë votimi që janë konsideruar të vlefshme, janë pa vulës, janë me këto malësi, janë dakord. Po për rastin kur kemi të bëjmë që një fletë votimi ka pasur 2 fletë, i konstatoj numëruesin. Do t'i pasqyrojmë procesin. Jo, normal, por zotëria atje thotë, jo ju do i numëroni vetëm si numra dhe nuk keni pse t'i ktheni fletën nga krau kundër për konstatuar, sepse votat kanë qenë edhe për PSD-n dhe për PS-n. Në të njëjtën fletë votimi. Çka sjell që ajo fletë është e pavlefshme. Tani për sa kohë jemi në proces të rivlerësimit, pikërisht edhe ne duhet ta konstatojmë që shkojmë deri këtu. Pra, ne shkojmë deri tek jo tek rinumërimi, se kjo që tu është rinumërim. Atëherë vjen që do të hapen gjitha të rinumërimit në tabelë. Rivlerësim të votat. Po pra, ne jemi në kushin e rivlerësimit. Jemi duke rivlerësuar provat për efekt të pavlefshmërisë edhe një herë. Dhe sot shkojmë deri në për efekt të pavlefshmërisë. Në konstatimin e atyre që janë me mangësi formale, nuk kundërshtim me ligjin dhe evidentime e tyre në proces verbal. Unë dalin 10-15 me gjithë që në po pikërisht në emër të pavlefshmërisë, a kemi të bëjmë me 2 fletë të cilat normalisht janë numëruar si të vlefshme. Pastaj për efekt ligjit ka si kur ka numrin e fletëve të votimit konstatuara të pa rregullta në raport me numrin e fletëve të votimit total në kuti vlerëson nëse kjo kuti ka element për të shpallë pa rregull dhe pa vlefshme. Pra ky është procesi që ne trajtojmë. Jo rinumërim, sepse rinumërimi nuk po rinumërojmë ndryshimin e tabelës. Ne nuk ndryshojmë tabelën. Ne nuk po mbajmë shënim të numër votash, kemi punë me atë. Ne po konstatojmë pavlefshmërinë për sa kjo votë është e vlefshme apo jo? Kjo votë është e pavlefshme se ka votuar. Është pa rregull pra, e konstatohet që është pa rregull, pra është shanohet në proces verbal. Flet parcial pavlefshmëri të asaj flete votimi. Atëherë numëruesi nuk e ka autoritetin me thonë që është votë e pa rregull në këtë proces. Atë do ta vlerësojmë kasin. Numëruesi do të thotë kjo fletë votimi nuk ishte këto element, ishte konstatuar. Ose ka 2 elementë, por ka mungojnë vulat dhe pastaj ne e vlerësojmë në fund, a duhet konsideruar ajo apo s'duhet konsideruar. Dhe në varësi të numrit të saj shkojmë tek qendra votimi. Në varësi të numrit të qendrave të votimit shkojmë tek zona zgjedhore. A më kupton? Kështu në këtë formë piramidale funksionon procesi. Po marrim në votim? Sa i mund? Ne do ta kthejmë këtë numër? Dakor, të kthehemi. Do të kthejmë nga mbrapa. Nëse kjo është quhet revizim, dhe është shënuar në 2 vende, dhe është se kjo është pa. Jo, do konstatohet apo jo? Nuk po marrim subjekte, fare. Do konstatohet numri total. Do konstatohet numri total. Nuk do sepse numri total ka 2 vota të pavlefshme. Po e pavlefshme kjo fletë votimi thuhet, edhe kur i mungojnë votat, edhe kur është votuar vetë. Edhe kur ka atëherë pra do të shkojnë fletën edhe para, edhe mbrapa. Dhe do ta konsiderojmë edhe në proces verbal. Kaq duam edhe ne të bëjmë. Ne nuk duam rinumërim fletësh votimi. Po tjetër pra, këtë po them edhe unë. Ajo do evidentohet dhe do shkruhet në proces verbal. Janë dakord, po fletët shikoj edhe para dhe mbrapa. Përfaqësuesi këtë që zësi administratës shënjësës na tha nuk do i ktheni fletët nga mbrapa. Tani do t'i kthejmë nga mbrapa. Ne do t'i kthejmë nga mbrapa. Ka vulat nuk konsiderohet. Jo, ato jo, ju lutem. Para se ditë që pjesa e vulave ishin 2 fletë të tjera, të cilat u konstatuan si të pavlefshme, për arsye se ishin shpërfillime edhe të subjekti Partia Socialiste dhe të Partia Socialdemokrate. Tani, ajo ne mund ta konstatojmë për çështje të pavlefshmërisë ose parregullsisë, mund ta thoni si doni, po normalisht do kthehet dhe para dhe mbrapa. Ne nuk do bëjmë rinumërim. Vlefshmërinë e votës. Në rregull. Të lutem na zgjidh dhe që të marrim vendim nga përcjellja e gjithë.